Të nderuar besimtar, javën e kaluar u ndalëm të flasim për krijesën më të zgjedhur nga ana e Zotit të gjithësisë. Folëm për njeriun, për të krijesë të cilën Zoti i gjithësisë e krijoi në formën më të bukur dhe i dha cilësitë më të mira. I dha mendje dhe logjik që të shohë dhe të kuptojë realitetin e dunjas. I dha mendje dhe logjik që ta njohë Zotin e tij dhe t'i ndjek urdhrat e krijuesit të tij, të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar na dha shumë të mira. E në mesin e të mirave është edhe pasuria të cilën ne posedojmë. Pasuria dhe mirësia të cilën na e dhuroi Allahu subhanahu wa taala. Ku çdo musliman dhe çdo muslimane duhet ta ketë të qartë se çdo qindark të cilën e ka vetëm e vetëm se nga krijuesi i tij, nga Allahu subhanahu wa taala. E pa dyshim, njeriu duhet kujdeset që pasurinë e tij kurse si mos e marrë në të ndaluar, kurse si pasuria e tij të mos jetë haram, dhe let mos jetë qëllimi i kësaj jete vetëm që ta shtoj pasurinë e tij, pa marrë parasysh është halal apo haram. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon se njeriu në ditën e gjykimit nuk do ta lëvizi këmbën e tij as për në xhenet dhe as për në xhehenem, pa u pyetur për 4 gjëra kryesore. Njëra prej tyre pasuria e tij. Ku e fitoi dhe ku e shpenzoi atë? Dhe profeti i Zotit na jep ajkën dhe kuptimin e plot se cila pasuri është e duhura dhe cila pasuri do të shpërblehesh për të në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi alayhis salam, në lidhje me pasurinë e tij njeriu apo njerëzit janë 4 llojesh. Grupi i parë, i cili është në mirësi dhe në xhenet, dhe 3 grupe të tjera të cilat janë në dënimin e Zotit. Allahu na ruaj. Thot pejgamberi alayhis salam, fitimi i pasurisë në haram dhe shpenzimi në haram ke dënim nga ana e Zotit. Me fitu haram, me shpenzu haram. E dyta, grupi i dytë, fitimi i pasurisë halal dhe shpenzimi në haram ke dënim nga ana e Zotit gjithësisë. E treta, fitimi i pasurisë në haram dhe shpenzimi në halal. Se dikush e fiton haram dhe mendon se duke e shpenzuar në halal i quhet, ke dënim nga ana e Zotit. I vetmi grup i cili është fitimtar në lidhje me pasurinë e tij është ai grup i njerëzve të cilët e fitojnë pasurinë e tyre në halal dhe e shpenzojnë atë në halal. E fitojnë atë me djersën e ballit dhe me mundin e tyre dhe e shpenzojnë në rrugën e drejtë dhe në mirësi. Pasuria është bereqet të cilën na e ka dhënë Zoti i gjithësisë. Padyshim që duhet kujdesemi për të shohë gjithë secili prej nesh si është duke e fituar pasurinë e tij, që për fat keq të rrallë janë sot njerëzit të cilët meditojnë, të cilët kujdesen ku po e fitoj pasurinë. Qëllimi kryesor i njerëzve sot është vetëm të shtojnë zerot e llogarive të tyre, vetëm ta shtojnë pasurinë e tyre, pa marrë parasysh që e fitojnë pasurinë kurris tjetrit, pa marrë parasysh që e fitojnë pasurinë ndërkohë që nuk është halal për të dhe ka qenë dikujt tjetër ajo lloj pasurie. Le të kujdeset gjithë secili prej nesh si po e fiton pasurinë e tij dhe si është duke e shpenzuar atë. O vëllezër, o musliman, me lejen e Zotit, sot do të ndalemi të flasim për një temë e cila ka të bëjë me pasurinë tonë, por në një formë tjetër. Do të flasim për kamatën. Do të flasim për kredin dhe për kamatën, për dënimin e saj, për fjalët të cilat na i thon Zoti i gjithësisë dhe fjalët të cilat na i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush mundet që çështjen e kamatës ta marrë shumë të lehtë. Por kamata, o vëllezër, o musliman, është njëra prej gjërave për të cilën Zoti i gjithësisë ka sjell një njoftim dhe ka sjell një kundërshtim aq të madh saqë se ka sjell për asnjë gjë tjetër, përveç idhujtarisë.
Thot Allahu i lartësuar në surën Bekara, ajeti 278, o ju të cilët keni besuar, kijani frikën Allahut nëse jeni besimtar të sinqert dhe hiqni dorë prej kamatës. Largohuni prej kamatës. Pse o Zot? Në qoftë se ju thot, nuk largoheni nga kamata, a e dini si është kjo gjë? Nëse nuk hiqni dorë, thot Zoti, nga kamata, është një gjëna shumë e madhe. Nëse ju, thot Zoti, nuk hiqni dorë nga kamata, dijeni që i keni hap luftë Zotit gjithësisë. Dijeni që i keni hap luftë Allahut subhanahu wa taala. Dijeni që i keni hap luftë krijuesit dhe furnizuesit tuaj. Në asnjë gjunah tjetër, Allahu i lartësuar nuk drejtohet në këtë formë. Në asnjë gjunah tjetër nuk thot që ju jeni në luftë me mua, përveç kamatas apo kredis. Është gjunah i madh. Është prej gjunaheve më të mëdha dhe më shkatrues. O vëllezër o musliman, çka do thot me i hap luftë Zotit? Ty sot edhe mu, me të hap luftë një person, do të kujdesesh që të qëndrosh larg tij. Me të hap luftë një lagje, do të largohesh nga ajo lagje. Me të hap luftë një shtet, do të kujdesesh që të jesh sa më larg atij shteti. Me të hap luftë një superfuqi të saj kohe, s'do dish nga të futesh më. E me të hap luftë krijuesi jot. E me të hap luftë Allahu subhanahu wa taala, krijuesi i gjithësisë, por mirë për ata njerëz të cilët kërcënimin e Zotit e marrin si tallje dhe si lojë. Kur i thu dikujt do të hapi luftë filani, mos e bëj këtë gjë, ikën dhe largohet. Me i thon do të hapi luftë Zoti, thuaj se si ke thon fare. Thuaj se po i thu do të hapi luftë një fëmijë i vogël, po flitet për Zotin e gjithësisë. Po flitet për Allahun subhanahu wa taala. Është për të ardhur keq sot. Se sa shumë është shtu kredia dhe kamat. Ku në mesin e njerëzve, në sasi të madhe në mesin e njerëzve, i sheh të zhytur në errësirën e kamat, o për fat keq në mesin e muslimanëve. Për fat keq në mesin e muslimanëve, me qindra prej tyre, të cilët as pak nuk e marrin seriozisht kërcënimin e Zotit. As pak nuk e marrin siç duhet kërcënimin e Zotit. Allahu po thotë, po më hap një luftë mu nëse merrni kamat. Nëse merreni me kamat, jeni duke më hap luftë mu. Po me të hap luftë Zoti, a ka më qetësi? Me të hap luftë Zoti, a ka më rahati? Me të hap luftë Zoti, a ka më bereqet? Pa dyshim që pasha Zotin e gjithësisë nuk ka më mirësi. Pa dyshim që nuk ka më rahati për njeriu. Po çfarë është kamata? Dikush mund thot, po çfarë është kamata? Kamat është atëherë kur një njeri të jep ty, ose ti i jep dikujt një sasi të caktuar të parave, dhe pastaj kushti kryesor është që kur të mi kthesh, më japësh një përqindje më të madhe se ajo që të kam dhënë. Që ta shkurtojmë dhe që ta kuptojmë. Dikush më kërkon mu 100 euro, dhe unë ja jap 100 euro, dhe i them në momenti që do më kthesh 150 apo 200. Po nëse është 101 apo 102, a quhet kamat? Edhe nëse ajo është 100.0001 që ai të ma kthej dhe unë ja kam vendos kusht, sërish quhet kamat. Edhe përqindja më e vogël quhet kamat dhe ka ndryshkim tek Zoti i gjithësisë. Për fat keq sot kamata është bërë si diçka normale. Ku njerëzit marrin kamat, pothuajse për çdo gjë në jetën e tyre. Ndoshta në vendin tonë kjo nuk është shumë e përhapur, por shkon në shtetet e tjera. Njerëzit marrin kamat për shtëpitë e tyre, marrin kamat për bizneset e tyre, marrin kamat për makinat e tyre, marrin kamat edhe telefonat e tyre, apo marrin kamat edhe për veshjet dhe rrobat e tyre. Dhe ç'është më e bukur dhe më interesantja, marrin kamat ose futen kredit për të bërë pushime. Futen kamat për të bërë dasmë. Se për inat filani që e boni më të bukur, hyj dhe unë interes. Futem dhe unë luftë me Zotin që ta bëj më të bukur dasmën tim. E pastaj,
kur maron dasma, o hoxha, hajde na kna, se si jemi mirë. Po qysh do jesh mirë? Dasma me haram. Kamata plot, haram e plot. Çfarë pret ti edhe unë pastaj? Aty ku është shejtani, nuk futet Rahmani. Aty ku është shejtani i mallkuar, nuk hyn Zoti i gjithësisë. Prandaj o vëllezër, o musliman, nëse dikush për nesh ka bën plan me marr kamat, heqi dorë prej saj. E nëse e ka marr, të mundohet ta shlyejë sa më shpejt dhe të heqi dorë dhe të largohet. Sot që e mbajmë këtë hutbë, është bërë sebeb një musliman, i cili na takon dhe na thot, kam shumë borxhe për shkak të biznesit tim, mbi 20.000 euro. Dhe thot, më shëngushtu shumë çështja, çat boja, të futem kamat? I tham, o vlla, nuk do të gjesh hoç që do thot futum kamat. Nuk do ta gjesh. Nëse e gjen, dije se të ka rrejt, apo ka pas interes. I thash, a më mirë me qenë luftë me robët e Zotit apo me Zotin? A më mirë me qenë luftë me krijesat apo me krijuesin? Me Allahun subhanahu wa taala. Gjunahu i kamatës është shkatrimtar, është për të ardhur keq. Le ta kemi frikë Zotin e gjithësisë. Le ta kemi frikë Allahun e lartësuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na thot, kur të shfaqen në mas zinaja, imoraliteti dhe kamata në një vend banim, atëherë thot, ky vend banim ja ka bot lejuar dënimin e Zotit vetvetes tyre. Sa është për hap sot imoralitet? Sa është për hap sot imoralitet? Ku për të ardhur keq, njerëz të cilët thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nuk i friksohen Zotit. Njerëz të cilët nuk e njohin Zotin, dalin dhe bredhin dhe shturen në format më ndryshme, po madje e quajnë civilizim. E pa diskutim që ajo nuk është civilizim, por është diçka e ulët, të cilën nuk e don Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka treguar dhe na ka thënë se grupi i kamatës, grupi i njerëzve të cilët marrin pjesë në kamat, nuk është vetëm ai i cili merr, por janë disa grupe. Thot profeti alayhis salam, njerëzit në lidhje me kamatën janë disa grupesh. I pari, ai i cili jep dhe ka interes për me marrë me kamat. I dyti, ai i cili merr, edhe ky është i dënuar nga ana e Zotit gjithësisë. I treti, ai i cili thot është shkruesi, ose ai i cili punon në bankë dhe i përgatit letra, edhe ky ka dënim tek Zoti i gjithësisë. Dhe grupi tjetër, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, dëshmitarët. Edhe dëshmitarët, të cilët futen garant për një kamat apo për një kredi, edhe këto do të kenë dëshkim tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Ne inshallah taala do të tregojmë për shkallën më të ulët të gjunahut për atë person i cili merret me kredit apo me kamat. Dhe kush do të ngjoj për këtë, do të thotë jo vallai, nuk e duam këtë gjë. Thot profeti alayhis salam, gjunahu i kamatës është i ndarë në 70 shkallë. Kur shkalla më e ulët e gjunahut, pra, më e vogla shkallë, është thot sikurse njeriu të bëj imoralitet me nonën e tij. Shkalla më e ulët e kamatës, shkalla më e ulët e gjunahut të kamatës, është thot sikur njeriu me bëj imoralitet me nonën e tij. Dhe vallahi askush prej nesh nuk e don këtë gjë. Dhe askush prej nesh ndërmend nuk e ka çuar këtë gjë. Ky është gjunahu i kamatës. Ky është rreziku dhe shkalla më e ulët e gjunahut të kamatës, që e lutim Zotin ton që të na largojë neve prej këtij gjunahu. Njeriu mendon se duke marrë kamat do t'i shtohet bereqet, do t'i ecë biznesi, do t'i shkojnë punët mbar, po pasha Zotin e gjithësisë. Zoti i gjithësisë ka premtuar në Kur'an dhe ka thënë, Allahu ja heq bereqetin kamat. Nuk do të gjesh një njeri i cili është marrë me kamat vetëm se nuk ka bereqet. Nëse do të ketë pasuri, nuk do të thotë që ka bereqet. Se ne kemi thënë që bereqeti është lumturia e asaj pasurie që e ke. Nëse ke pak, por ka bereqet, ti je i lumtur.
Edhe nëse ke miliona dhe miliarda dhe nuk ka bereqet, atëherë çfarë përfitove dhe çfarë more prej saj? Thot Allahu i lartësuar, atë që ju ai jepni prej pasurisë tuaj, pra sadakaja, ajo do të shtohet. Ndërsa për sa i përket asaj që ju e merrni me kamat, ajo vetëm se do të bjeri dhe vetëm se do të paksohet. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith për 7 gjunahe shkatruese. Ku në mesin e këtyre gjunaheve shkatruese, tha profeti alaihi salatu wasalam, kamata. Prej 7 gjunaheve më shkatruese është kamata. Një ditë pejgamberi alaihi salatu wasalam i tregon shokëve të tij për një ëndër të cilën e kishte pa. Dhe ëndrat e profetëve janë të vërteta. Thot pejgamberi alaihi salam, isha në ëndër dhe më erdhën 2 melajke dhe më morën. Dhe në këtë udhtim të gjatë i pa pejgamberi alaihi salam disa lloje të dënimeve të njerëzve për shkak të gjunaheve të tyre. Një prej tyre, thot profeti alaihi salam, e pash thot një njeri i cili notonte, i cili bonte not, por jo në ujë, i cili notonte në gjak, thot, i cili notonte në gjak, dhe sa herë mundohej të dilte në breg, kishte me lajke të cilat e godisnin me një gurth më. Dhe kjo gjë vazhdon. Dhe ky dënim është në varr, në botën dhe në jetën e varrit. Thot pejgamberi alayhis salam, i pyeta me lajke të cilët më shoqëronin, çfarë ka bërë ky njeri? Çfarë ka bërë ky njeri që e meriton këtë lloj dënimi? Thot pejgamberi alayhis salam, më than, ky njeri është marrë me kamat, prandaj e meriton këtë dënim. Elusim Zotin ton, në fali dhe të mëshiroj gjithë. Elusim Zotin ton që të na ruaj gjithë nga kamata dhe nga kredit. Elusim Zotin ton që të na japi bereqet pasurinë ton. Elusim Zotin ton na e mundsoj që ta fitojmë pasurinë halal dhe ta shpenzojmë atë në halal. Elusim Zotin ton që të na bëj prej atyre të cilët janë të kënaqur me Zotin dhe me fenë e Zotit dhe me profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu e lartësuar na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك